përfundojë në vendin tonë. Një kampionat ky që vjen pas disa turneve kombëtare që janë zhvilluar gjatë 2-3 viteve të fundit nga shoqata e futbollit të femrave, ndërkohë që këtë radhë aktiviteti është marrë përsipër të drejtohet nga Federata Shqiptare e Futbollit. Në javën e parë të tij, Shorti kishte përcaktuar që në Shkodër të luajë takimi i Bandanje e Shkodrës dhe Daranja, një ekip privat që përbohet tërësisht nga vajzat tropojane. Në nxitimin e treshës së gjyqtarëve regjan me kryesor Edi Hoxhën dhe anësori Gëzshoba dhe Florian Vargun, ndërsa zhvilluar në kompleksin sportiv Zmijani ka të hoqur një interesim mjaft të madh për publikun shkodran. I gjithë takimi, kozgjata e cilit është 2 orë nga 40 minuta, është mbytur me fitoren e ekipit të Bandanjes së Shkodrës me rezultatin 2-1. Pjesa e parë ka përfunduar me rezultatin 1-0 për futbollistët shkodran të Urbanit me gol të shënuar nga Ardiana Abazi në minutën e 20, ndërkohë që në pjesën e dytë, 2 minuta pasi ka filluar loja, kanë qenë vajzat tropojane që kanë barazuar në anë të Raimonda Dedoshit. Por shqetësimi i tyre nuk ka zgjatur shumë, pasi pas 3 minutash ka qenë kapiteni e skuadrës së tyre Urbanit, Loreta Paço, që me një deportim elegant në zonë ka arritur të shënojë golin e dytë për Urbanin, i cili ka qenë dhe goli fitores, pasi rezultatet nuk kanë ndryshuar më deri në përfundim të këtij takimi. Në mikrofonin të TV Channel ka përcjellë emocionet e tyre me një herë pas fitores, presidenti i Bandanjes, Ferdinand Jaku, trajneri Gjon Dreka dhe kapiteni i skuadrës Loreta Paço. Vazhdojnë Urbanit jetë pjesë e historisë së futbollit të femrave. Gjë që u tregu dhe u parë sot në këtu në kompleksin Zmijani, që u zhvillu ndeshja mes Urbanit të Shkodrës, Bandanja Shkodër dhe Dardania Tropoj. Pra, përsëri Urbani starton futbollin e femrave në Shqipëri dhe në Shkodër. Pretendojmë të jemi kampion Shqipërisë. Megjithatë, futbolli ka papërdinë e veta, ne do bëjmë maksimumin.